Qendra Kombëtare Operacionale Emergjencave Civile dhe Instituti i Gjeoshkencës vlerësojnë ditën e ëndë të 17 nëntorit si një ditë problematike sa i përket rreshjeve të shiut, që sipas këtij instituti pritet të jenë mesatare deri lokalisht intensive. Ndër qarqet e rrezikuara është edhe qarku i Vlorës. Po ashtu, edhe ditën e martë të 18 nëntorit, qarku i Vlorës hyn pikërisht në zonën e rrezikut, por me rreshje shiu intensive deri lokalisht shumë intensive. Rreshjet do të shoqërohen me shtrëngata në të gjitha këto qarqe, përfshi edhe Vlorën, ku shtrëngatat dhe intensiteti i lartë i rreshjeve mund të krijojnë probleme të ndryshme, si dhe vërshime të ujit në zonat urbane të lokalizuara, në varësi të sistemit të kanalizimeve. Pas analizës së situatës dhe nisur nga përvojat e mëparshme, Instituti i Gjeoshkencave u bën thirrje të gjitha institucioneve vendore që të marrin masa, me qëllim parandalimin dhe zvoglimin e riskut. Në këto kushte, Bashkia e Vlorës ka kaluar në gatishmëri të plotë, bashkë edhe me institucionet dhe ndërmarrjet në varësinë e saj. Bashkë me Bashkinë e Vlorës në gatishmëri edhe ndërmarrja ujësjellës kanalizime për të mbajtur kështu funksionimin e sistemit të ujësjellës kanalizime në të gjithë territorin e Bashkisë së Vlorës, kryesisht edhe sigurimin e furnizimit me energji elektrike. Hidrovori i qytetit gjatë kësaj të shtune ka qenë në gatishmëri me kapacitetin e tij prej 3 pompash, ndërsa problem mbeten mbeturinat në rrjetin e kanalizimeve. Parashikimet për rreshje shiu me intensitet të lartë dhe rrezik për përmbytje në nisje të kësaj jave kanë kaluar në gatishmëri të plot autoritetet vendore dhe ndërmarrjet që merren me situatën e monitorimit, por edhe ndërhyrjet e ndryshme në raste të rreshjeve me intensitet të lartë. Hidrovori kryesor i qytetit duket se ka kaluar në gatishmëri të plot me të 3 pompat që janë në funksion, ndërsa problem mbeten mbeturinat në rrjetin e kanalizimeve. Thuajse çdo ditë në hidrovorin e madh të Vlorës mbërrin mbeturina të cilat janë përgjithsisht orendi shtëpiake, por edhe mbetje urbane, të cilat vinë këtu dhe krijojnë problematika nëse nuk do të mund të pastrohen nga vaska e hidrovorit. Ato mund të bllokojnë edhe funksionimin e pompave duke i nxjerrë jashtë pune. Nisur nga ky parashikim, ndërmarrjet e Bashkisë së Vlorës kanë kaluar në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo situatë që mund të sjellin rreshjet e shiut me intensitet të lartë të ditës së hënë dhe të martë.